tutje që e kemi. Duhet të bëhet përpjekje që të gjendet zgjidhja domethënë të shkojë te hapi 2. Domethënë krejt po jemi po dojmë shku te hapi 2. Si shihet edhe kryeministri dëshiron të shkojë te hapi 2. Kështu që bëjeni përpjekje pak më të madhe me shku te hapi 2. Po unë po shoh ndoshta jo vetë zoti Kurti, atë zoti Kurti atë partitë politike opozitare mendoj që ka një farë pajtimi çorazi që po testojmë durimin e njëri tjetrit edhe ndoshta me vazhdu kështu një kohë pak më të gjatë edhe me shku në zgjedhje në 8 orë bashkë me zgjedhjet lokale. Nuk e di nëse Shala kërkoi shpjegimi për ty. Nga pozicioni i tij në intervistën në televizion publik. Kjo pjesë e intervistës që sapo e transmetove tash është, për mendimin tim, është pjesë e një fushate edhe një adresimi drejt elektoratit ti për me gjetë fajtorin. Domethënë që na si jem fajtor që ku jam fajtor këta tjerë që s'po dojmë me bale, le të provojnë këta që le të votojnë Albulenin dhe të këshyri ma i ken votat kësi farë fjallë shtina që delin një bokë. Ka shumë mbështetës të opozitës e deri djeshme që në vazhdimësi po e potenciojnë mbështetës ose kritik të zotit Kurti. Shembull, e lexova një qendrim zotit Shkëllëzën Maliqi. Shkëllëzën Maliqi, publicisti i njohur, edhe veterani i filozofin, tha opozita po bjen në kurth. Opozita e deri djeshme është duke rënë në kurth të zotit Kurti. Që s'pja votojnë Albulenin. Opozita duhet t'ja votojnë Albulenin dhe të lejoj hapësirën të rrjedh më tutje që të dëshmohet se nuk ka votat. Që po i bie... E pak më herët avokati, nuk ka, domethënë opozita, ata po marrin pjesë në seancë, edhe drejta atyne është me votu për, me votu kundër edhe me abstenu, edhe mos me votu në fundit, në kuvend, kanë drejt, në këtë rast. Edhe zoti Kurti, sipas mendimit tim, e ka krejt mundësin në dorë, edhe ka edhe obligimin kushtetut, për shkak se është partia e parë, e ka drejten edhe tana mundësit i ka për me zhbloku situatën edhe për me qu procesin përpara. Mundet me ndru, pse që është problem me ndru një kandidat për kryetar të kuvendit. I ka edhe 48 deputet tjerë, ka edhe figura tjera aty edhe ma të shqume se zonja Haxhiu. Mirë po, kjo nuk është interesum, kjo veç ka fillu me bo një farfushate, kjo tash pëgjon fajtore, ka targetu lidhjen demokratike dhe elektoratin e lidhjes demokratike të Kosovës, për një mundësi, një parë zgjedhjeve tjera, me shku në zgjedhje tjera, tash kur e qyshe tek, unë mendoj që me zgjedhje lokale bashkë, për shkak se edhe aty e ka mundësin edhe ma të letë me kamuflu këtë çështjen e implementimit të zajednicës ose autonomisë në pjesën veriore, për shkak se zgjidhen edhe 4 kryetarët e komunave me shumicë serbe, edhe kur zgjidhen ata, ky ka pas thonë herë, ata duhet me formu vetë, edhe normalisht ata e formojnë vetë zajednicën, ky marrëveshja ekziston, është marrëveshja e Ohrit.